Mos harro të bësh subscribe. Sukses dhe lek pa fund. Këto 4 shenja do bekohen në javën e 3 të prillit. Java e 3 e muajit prill vjen me një ndryshim të madh në energjitë planetare. Ndikime të fuqishme nga Hëna, Marsi dhe Jupiteri do të hapin dyrë të reja për disa shenja të zodiakut, duke sjellë një valë të papritur fati, suksesi dhe mundësish financiare. Kjo është një javë që për disa do të shënojë një kapërcim të rëndësishëm në karrierë, për të tjerë do të sjellë lajme të mëdha që lidhen me paratë, ndërsa për disa shenja të veçanta bekimi do të ndihet në çdo aspekt të jetës. Nëse ke pritur një shenjë nga universi për të nisur diçka të re, për të rrezikuar apo për të marrë një vendim të rëndësishëm, kjo javë është përgjigjja që ke kërkuar. Disa shenja do të përjetojnë një kthes të madhe, jo vetëm në aspektin material, por edhe në besimin tek vetja, tek fati dhe tek forca e tyre e brendshme. Qëndro me mua deri në fund të videos për të zbuluar nëse edhe ti je pjesë e këtyre 4 shenjave që do të marrin dhuratën më të bukur nga universi në ditët që vijnë. Sepse fati nuk troket çdo ditë, por kur vjen, ndryshon gjithçka. Dashi, java nis me një ritëm të lartë, por mund të ndihesh pak i shpërqendruar në mes të saj. Përpiqu të organizosh më mirë kohën dhe angazhimin. Një ide e mirë për financat mund të vijë nga një bisedë e thjeshtë. Bëj kujdes me shpenzimet impulsive. Demi, një nga 4 shenjat me fat. Kjo javë është bekim për ty, veçanërisht në fushën ekonomike. Yjet parashikojnë mundësi për rritje të ardhurave dhe një marrëveshje të rëndësishme që do të sjellë stabilitet. Ka gjasa të marrësh një lajm të madh që lidhet me punën ose një ofertë që nuk duhet refuzuar. Financat do të përmirësohen dhe do të ndihesh më i sigurt për të bërë hapa të rinj. Energjia jote do të jetë e lartë dhe çdo përpjekje do të shpërblehet. Binjakët, do të jesh shumë i zënë këtë javë, por mund të ndjesh edhe lodhje. Mos lejo që ngarkesat të ndikojnë në marrëdhëniet me të tjerët. Nëse do të bësh një ndryshim në punë, mendo mirë çdo hap. Në fundjavë ka një dritë jeshile për një ide të re që mund të sjellë përfitime. Gaforia, një nga 4 shenjat me fat. Fati është me ty këtë javë, sidomos në lidhje me projektet personale dhe çështjet financiare. Një borxh i vjetër mund të zgjidhet ose dikush mund të të ndihmojë në momentin e duhur. Do të ndihesh më i motivuar dhe njerëzit që ke pranë do të japin mbështetje për të çuar përpara një ide që ke pasur prej kohësh. Paratë vijnë nga një burim i papritur dhe mund të ndjesh për herë të parë këtë vit se po lëviz në drejtimin e duhur. Luani, duket sikur çdo gjë po të kërkon përkushtim maksimal. Kujdes me komunikimin në punë dhe me njerëzit që nuk janë gjithmonë të sinqertë. Një ofertë e re mund të duket e mirë, por do të duhet të analizosh çdo detaj para se të marrësh një vendim. Emocionalisht, ke nevojë për pushim. Birgjëresha, një nga 4 shenjat me fat. Universi është me ty këtë javë. Karriera, planet profesionale dhe vendimet që lidhen me të ardhmen po marrin drejtimin e duhur. Do të kesh mbështetjen e dikujt me influencë që mund të të hapë një derë të madhe. Në aspektin financiar, ka mundësi për një përmirësim të dukshëm. Mos harro, çdo hap që ndërmerr këtë javë ka potencial të kthehet në një sukses afatgjat. Do të ndihesh më i sigurt dhe kjo do të të japë një energji të re për të vepruar me guxim. Peshorja, kujdes në marrëdhëniet personale. Ka tendencë për keqkuptime që mund të ndikojnë edhe në performancën në punë. Java është e mirë për të pastruar ambientin përreth, për të vendosur kufi dhe për të mos i lënë të tjerët të kontrollojnë kohën tënde. Akrepi, mund të ndihesh pak i izoluar këtë javë, por kjo s'do të zgjas. Puna të kërkon fokusin dhe vëmendje, por shpërblimi vjen në fund. Në aspektin emocional, një rikthim nga e kaluara mund të trazojë mendjen. Mos merr vendime të nxituara. Shigjetari, një nga 4 shenjat me fat. Je në një valë energjie pozitive që do të të çojë drejt suksesit. Mund të përballesh me një sfidë të madhe në fillim të javës, por do ta kthesh në një mundësi të ardhmë. Financat përmirësohen fal një ideje kreative ose një bashkëpunimi të ri. Suksesi është pranë dhe kjo është një nga ato javë ku do ndihesh sikur gjithçka po shkon siç duhet. Merr frymë thellë dhe ec përpara me siguri, do të ndriçosh në çdo fushë. Britsjapi, do të ndjesh presion nga disa detyrime që ke shtyr, por tani nuk ka më kthim pas. Fokusi duhet të jetë tek organizimi dhe vendosmëria.
Një bisedë e rëndësishme në punë mund të hapë një derë të re. Në fundjavë, shfaqet një ide që do të frymëzoj. Ujori, e ke mendjen gjithandej, por është koha të fokusohesh. Një ndryshim i vogël në rutinën tënde mund të sjellë përmirësime të mëdha në produktivitet. Financat janë në ekuilibër, por shmang huat ose investimet e pasigurta. Në dashuri, gjithçka është në dorën tënde. Peshqit, energjitë janë të luhatshme këtë javë. Do të duhet të dish si të ruash balancën mes punës dhe jetës personale. Një lajm që vjen nga larg mund të japë një ndjesi të mirë. Java mbyllet me reflektime dhe qartësi për disa çështje që të kanë rënduar. Këto ishin parashikimet për javën e tretë të muajit prill. Siç e pam, fati këtë herë është më bujar me 4 shenja të zodiakut që do të ndihen të bekuara në fusha si financat, suksesi profesional dhe mundësitë e reja që vijnë pa paralajmërim. Por kujto, çdo shenjë ka diçka për të përfituar. Mjafton të dish të lexosh sinjalet e jetës dhe të ndjekësh rrugën tënde me besim. Mos haro të lësh një koment me shenjën tënde dhe çfarë pret nga kjo javë. Më pëlqen të lexoj çdo reagim. Abonohu në kanalin tim që të mos humbasësh asnjë parashikim të rëndësishëm dhe, si gjithmonë, të uroj një javë të mbushur me dritë, bekime dhe shumë fat.